Kthehemi në transmetim të drejt për drejt. Doktor Dasto, doja që ta fillonim bashkë këtë pjesë. Pas kësaj analize që bëm në 30 minutin e parë, pyetja që kërkon sqarim është: cilat janë të përbashkëtat dhe cilat janë të veçantat e interesave amerikane dhe izraelite në këtë konflikt të armatosur? Ose me fjalë të tjera, kur presidenti Trump mund thotë unë fitova, i realizova objektivat që kisha dhe lufta mbaroi? Po, pikërisht. Dhe ky ndryshim është me shumë rëndësi, të thosha unë, edhe unë të thosha që edhe objektivat e fillimit ishin të ndryshme dhe vazhdojnë të jenë të ndryshme. Tani, Shtetet e Bashkuara po karakterizohen dhe janë karakterizuar që në fillim nga një lloj i kanë shprehur ato në mënyrë të mjegut dhe i kanë ndryshuar vazhdimisht. Pse e them këtë gjë? Sepse në fillim e mbani mend që presidenti Trump tha që kërkojmë asgjësimin ose largimin e regjimit, rënien e regjimit, pra duke përdorur pra atë decapitation që përdorëm, u vrau udhëheqja e tjerë. Dhe mendimi ishte që me asgjësimin e udhëheqjes, atëherë do të krijoheshin kushtet që populli iranian për revolucion, të bënte një revolucion, një kryengritje, edhe të merrte në dorë fatet e vendit dhe të zëvendësohej me një regjim pra më të arsyeshëm dhe të ishte me qëndrim më pozitiv ndaj Amerikës. Mirë po, unë them që presidenti Trump bëri një lloj, si thuaç, u gabua në llogaritë e tij sepse u ndikua nga suksesi në Venezuelë. Dhe kjo ishte për mendimin tim mjaft domethënëse. Nuk mund të thuash, nuk jam dakord kurrë me atë që po thuhet tashti që ishte Netanyahu që i mbushi mendjen Trumpit etj që të futet në konflikt. Nuk jam dakord për këtë sepse për faktin e thjeshtë që presidenti Trump ka treguar që nuk është aq që i dhën ndaj faktit që t'ia mbushi mendjen dikush. Ai ka gjithmonë mendjen e vet. Kështu që prandaj nuk i jap shumë rëndësi kësaj. Por llogaria e tij, duke pasur atë, si të thuash, suksesin e Venezuelës dhe ne e dim që suksesi i tij personal është gjithmonë primar në çdo veprim që ai ndërmerr, atëherë kujtoj se edhe me Iranin do të kishte të bënte me të njëjtën gjë. Një javë goditje, asgjësimi i leadershipit, edhe populli iranian ngrihet, zëvendësohet me një regjim tip Venezuela, domethënë, tip Delcy Rodriguez. Mirë po kjo nuk ndodhi. Kështu që prandaj them që objektivat tash janë ndryshuar, është thënë tash që duhet degradimi i anës ushtarake, shmangje e rrezikut bërthamor që mos bëhet Irani, mirë, dakord. Domethënë këto janë disa objektiva të lëvizshme, e kanë fjalën. Ndërsa Izraeli ka qenë shumë i qartë që në fillim. Izraeli e shikon Iranin si një rrezik ekzistencial. Dhe pavarësisht se qëllimet, si thosh, Amerika dhe Izraeli në këtë moment përputhen plotësisht nga ana taktike, pra degradimi ushtarak i aftësive goditëse të Iranit